Sot kemi ardhur për të adhuruar dhe për të shprehur dashurinë tonë Jezu Krishtit. Një dashuri të përjetshme, siç thot profeti Jeremia. Mirë, unë dua ta filloj me një psalm 119, vargu 97 deri 104. O sa shumë e dua ligjin tënd, ai është përsjatja ime gjithë ditën. Urdhërimet e tua më bëjnë më të urtë se armiqtë e mi, sepse janë gjithnjë me mua. Kuptoj më shumë se të gjithë mësuesit e mi, sepse urdhërimet e tua janë përsjatja ime. Kam më tepër zgjuarsi se pleqt, sepse respektoj urdhërimet e tua. Kam përmbajtur hapat e mi nga çdo shteg i keq për të respektuar fjalën tënde. Nuk jam larguar nga dekretet e tua, sepse ti vetë më ke mësuar. Sa të ëmbla janë fjalët e tua në gojën time. Janë më të ëmbla se mjalti në gojën time. Me anë të urdhërimeve të tua, unë përfitoj zgjuarsinë. Prandaj urrej çdo shteg falsiteti. Mirë, unë dëshiroj të ftoj tani grupin e galdimit, le të hapim zemrat tona për të adhuruar Zotin tonë. É a tua presença.
asnjë tjetër si ti. S'ka asnjë tjetër si ti, se ti je I madh, I fuqishëm dhe I madh. S'ka asnjë tjetër si ti. S'ka asnjë tjetër si ti.
se ti je mbreti, dua të gjej, dua të gjej, dua të gjej shtrejt e ti, dua të gjej, dua të gjej, dua të gjej shtrejt e ti, dua të gjej, dua të gjej, dua të gjej shtrejt e ti, dua të gjej, dua të gjej, dua të gjej shtrejt e ti. Mësimin që sot do të ndaj me juve vëllezër edhe motra quhet besimi i mbinatyrshëm. Tema e sotme është besimi i mbinatyrshëm ose besimi i gjallë apo besimi veprues, sido që doni me quajt. Besimi i mbinatyrshëm ose besimi i gjallë apo besimi veprues. Kjo është titulli i mësimit të sotëm. Ne të gjithë që jemi këtu, ne dim që njerëzit shpëtohen me anë të ungjillit. Shpëtohen me anë të lajmit të mirë. Kushdo që e dëgjon këtë lajm të mirë, është kjo rruga mjeti se si Perëndia ka vendosur me u shpëtue secili person. Pra ungjilli i Perëndis. Edhe ungjilli, çka është ungjilli? Ungjilli është një thirrje e hapun qiellore njeriut toksor, njeriut të humbur. Ungjilli pra është thirrje që tjetri me besue. Tash do të shohim se si besojmë, e vërtet si shpëtohemi kur ne dëgjojmë ungjillin. Fjala e Perëndis na garanton tek Efesianëve 2:8-9 se ne shpëtohemi me anë të hirit duke nëpërmjet besimit në Krishtin Jezus. Edhe njëherë, si shpëtohemi? Shpëtohemi me anë të hirit nëpërmjet besimit në Krishtin Jezus. Kur ai që beson këtë gjë, Pali na thot të vargu 9 që ai bëhet një vepër, krijesë e Perëndis. Bilet e 2 Korintasëve na thot që bëhet krijesë e re. Pra, këtu përshojmë me besue. Pisteo, greqisht, believe në anglisht. Shqip është folje besoj. Pra ne shpëtohemi me anë të hirit përmes besimit dhe kjo është dhurat e Perëndis që askush mos të mburret, thot shkrimi. Është dhurat e Perëndis. Bibla i quan këta të shpëtuar edhe me fjalë tjera, të rilindur, fëmijët e mi, bashkëpunëtorët e mi, ministrat e mi. Sigurisht edhe me fjalë të tjera. Kur po themi besim i gjallë, a ka dhe besim të vdekur? Ka. Kur po themi besim i mbinatyrshëm, a ka dhe besim të natyrshëm? Ka. Ne çdo ditë jetojmë me besimin e natyrshëm. Ne shkojmë me fjet, edhe me besim ne dim që kena muqur nesër mëngjes. Ne udhtojmë me makina, kuto, me kerre. Edhe me besim ne po i grahim kerrit, po i ngasim veturën atje, në mënyrë që ky tjetri që vjen nga ana kundër, që e kemi larg, ndoshta gjysmë metra apo 1 metër, nuk ka më na godit.
ku na thojmë për rregullat, ku e din ti kush është për para teje? A është impit? A është e thirri dikush tani dhe shqetësoj dhe ty do godet? Pra ne kur dalim në trafik, ne dalim me besim. Kur ecin trotuareve, ne me besim ecin që mos të bjen diçka nga lartë. Ne që jemi ullur këtu me besim jemi këtu që mos bjen tavani. Ti që dëshon nashta të gruaja jote ose të burri, po me besim ti han gjellën e nuk menon që të ka qit një helm. Ti me besim i çon fëmijët në qerdhe. Me besim shkon edhe bën plot punë. Me besim shkon i merr parat e tua dhe e jep bankës. Ti beson që banka nuk ka me t'i ndalë, po kur ti të duhen shkon e i merr. Me besim ti e shikon fëmijën tanë se do të bëhet ky ose ai. Me besim ti fillon me edukue, me u arsimue. Me besim ti hyn dikun diçka me lyp. Me besim. Po ky është besimi natyrshëm. E nga njëherë ndodhë që na që njohim Jezu Krishtin, na sillmi me standarde më të ulta se sa me këtë besimin e natyrshëm që jetojmë çdo ditë. Prandaj pyesim, pse o Zot, kur o Zot, qysh kjo, ndodhi ajo, pse mua, pse jo dhe këti? A vreni që nga njëherë ne, pra, me besimin e natyrshëm, jetojmë, flasim, veprojmë, e kur vjen puna të shkrimi, kur vjen ndoshta puna të Perëndia, te Krishti, ne shpeshherë ndodh që nuk e mbajmë as atë standardin e natyrshëm. A mos vallë Perëndia na ka thirrë dikun që ne të kemi një besim të natyrshëm? Jo. Ai na ka ftuar me pas një besim të mbinatyrshëm, ekstravagant, gjallë, veprus, i dukshëm, që ka lënë tutje, besim i tillë. Në Shqip, e kena nga njëherë problem kër lexojmë Biblën, sepse nuk e dallojmë çka është, ashtu si në greqisht dhe në anglisht, e kemi thënë edhe më herët, por duket sikur të na është njësoj, sikur kur tham, unë besoj, edhe unë kam besim, ne menojmë që është njësoj. Nuk është. Do mundohemi sot edhe një herë me sqaruar se cili është dallimi dhe ku jemi ne. A mos jemi ndalë vetëm në ata që unë besoj Jezusin. Mirë. Jakobi në tërhek vretin thot, po për që kaq besim kur gjësosh, sepse edhe djajt që kaq besojnë. Pra, të thuash të unë besoj, mirë. Kjo është besimi shpëtues. Unë kam besim, emër, unë kam besim në Jezusin, është tjetër gjë. Do i shpjegoj me raste dhe me vargje pasazhe se çfarë është njëna dhe çfarë është tjetra. Shohim pasazhin e parë, kam dy pasazhe kryesore për sot, Luka kapitulli 17, vargjet 5 edhe 6. Shikoni çfarë po thotë tu. Pra Luka kapitulli 17, vargjet 5 edhe 6. Atëherë apostujt i thanë Zotit, na shto besimin. Kush është duke kërkuar me shtu besimin? Kush? Apostujt. A nuk e kishin pa apostujt Jezusin? A nuk kanë nejt me ta të në kohën? A nuk e dinin? Dhe në këtë moment janë duke kërkuar diçka madhështore, diçka që nuk kanë kërkuar për plot njerëz Perëndis. Diçka që nuk kërkohet as sot. Ma shto besimin. Mbase ne jemi lodhur duke u lut Zotit dhe duke kërkuar, o Zot, ma shto këtë për plot gjana. Po apostujt kanë kërkuar, na shto besimin. Kërkesa më revolucionare, kërkesa më mbinatyrshme,
Nuk po thojnë këtu, o Zot, unë besoj në ty. Se ata për besim e kishin për para. Unë besoj, ti beson. Po kërkonin, ajo çfarë është në anglisht, faith. E në shqip është me të zonë besë. Me të zonë besë, me pas besim në ty. Pistis në greqisht. Tash do të shohim se çka po përgjigjet Jezusi këtu. Ai po thot, po të kishit besim. Po të kishit besim sa një kokër sinapi, do t'i thoshit këtij mani, shkulu me rënjë dhe mbillu në det, dhe ai do t'ju bindej. Kur lexojmë Gjonin, gjithë e dim, Gjoni 3:16, po Perëndia shumë edhe ishi botën, sa që dha birën e tij të vetëm lindur, i cili kushdo që beson ta shpëtohet. U krye. Që kjo është besimi shpëtues. Po, apo lypin që si besimi këta këtu apostujt? Jo, nuk po lypin besim shpëtues. Ata ishin të shpëtuar. Ata janë duke kërkuar, duke lyp me i zanë bes, na me të zanë ty bes, me pas besim të madh në ty. E që të dyja duhen, po nuk jeni saj. Mateu, na e thot edhe Marku, këtë ngjarje e kanë të njëjtë. Por duket që janë dy raste të ndryshme. Te Mateu, atje ishte një i demonizuar që Jezusi në atë rast ju ka thonë se në rast se keni një besim sa një kokër sinapi, këti mali do t'i thonë shkullu, rëzohu dhe do të bje në det. Por këtu, të dashur, tek Luka, po shihet që është një tjetër rast, sepse konteksti kësaj këtu është falja, apo mos falja, se këta thanë, sa herë na duhet me falë. E Jezusi ju thotë, duhet me falë, çdo herë. Edhe prandaj, to janë dy kontekste të ndryshme, pra për sot mu me pa që edhe mali, që e përdorë Mateo dhe Marku, edhe mani, që është një pemë, Luka që përmendin, janë dy gjana paka shumë raste të ndryshme, por është e njëjta ide. Jezusi është duke folë me metaforë. A menoni se vërtet një njeri duhet me pas, po kërkon Jezusi me pas qasi lloj besimi, qaq të vogël, sa mundet me lëviz malin me shku në det, apo qaq Jezusi nuk ka ditë që një man nuk mundet me pas rrojnë det, është një metaforë, është një ide, cilë është kuptimi. Kuptimi është edhe ti, edhe unë në qovë se kemi edhe një besim të vogël sa jo kokra e sinapi që nuk shihet me sy. Edhe i vogël nëse është, ama nëse është i vërtet, edhe nëse është i sinqert, është i mirë dhe këta e pëlqej. Me kë besim mundet me lëviz. Që ky besim lëviz. Që ky besim ban që me i pa realitetin që është te i hunve tona, te i problemeve tona dhe me vepru në mbyrë të mbinatërshme. Pra se ndryshe nuk ka kuptim. Pra Jezusi po jep një ide se si po e vlerëson edhe qaq besim. Thuhet se një pastor një herë mori, ai po predikante për kokrën e sinapit dhe mori dhe u tregoi gjithë kishës. Sa të dashën sot, kam ju tregua sa pak besim na dunim me pas. Ata u gjithu u ngazllyn, sepse krejt në thojme, du me pas besim të madh. Edhe ata thanë, eja një këtu edhe me e pa. Edhe aje kishte vendosur këtu në shuplak një kokër sinapi. Edhe erdhen
besimtartë, edhe me e pa dhe po shkonin në vend. Pastaj, erdhi një plak, ishte me syze, e nuk mund të me pa, e tha ku nësë përsha kur gjan. U afrua dhe duke nga fryma, duke lirue ajrin nga hunët, u shduk kokra e sinapit, e tjerët nuk pa në gjën në dorën e tij. Pak duket për gjëna tjera nuk mjaftojnë. E Jezusi shikoni ku e vendos theksin. O, jo, edhe pak besim i vogël nuk ka me humbë. Edhe pak besim i vogël mua më pëlqen. Edhe me pak besim të vogël, por të vërtet, edhe të sinqert, unë veproj. Pa besim, është e pa mundshme mi pëlqye, Perëndis na thuhet. Zot, na shto besimin në ty, mund të lutesh. Na shto, Zot, ma shto besimin ty, Jezus, çdo ditë, çdo mëngjes, për çdo gjë që ballafaqohemi. E që ky besimi që tu, nuk është njohuri, nuk është pasuri, nuk është talent, nuk është diçka që varet çka ti dini çka ke, nuk është. Që ky besim që tu, që po flitet, vjen është një nga frytet e frymës shenjtë. Pra na kreti kena, veç rajmë, edhe veç sillemi pa besim, se kreti kena. Kreti na është dhonë, neve na është dhonë që kjo, është fryti i besimit, është dhonë të secili prej nesh. Se banon fryma e Perëndis. Perëndia nuk ka dhënë diçka në neve një detyrë të pamundshme moralizuar që varet veç prej teje. Nuk është kështu një Zot i mirë atëherë. Por kjo është punë e vështirë, por ai e ka dhënë kanalin, e ka dhënë mundësinë se si me e pas këtë që ai po e vlerëson edhe po e lyp. Fryma e Perëndis. Është, lexoni, një nga frytet është besimi. Jo, sikur kjo që unë besoj dhe me thonë, unë pranoj, unë e di, unë besoj se Perëndia ekzistoj, këtë do me thonë, unë e pranoj dhe unë e di, po unë kam besim Perëndinë është tjetër gjë, është karakter, është cilësi, është fryt. Ne habitimi pra me apostujt, shikoni, kur ata jenë lutë, na shto besimin, dhe Jezusi i ka thonë, e ka vlerësue, se shikoni sa pak besim keni. Kush e vlerëson besimin tanë? Jo unë, jo tjetri. E vlerëson Jezusi. Edhe ai thotë, sa pak, marrë. Mirë po, shikoni, këta jenë kam të sinqertë. A është ma mirë se sa me thonë, po, s'kam besim o vlla, s'kam besim. Unë po lutëm, po jem duke po pa besim. Unë jem duke kërkue, po s'kam besim. Nuk kam besim. Kush, unë hala nuk e kam dëgjuar në një që thot, unë s'kam besim, as një. Nuk po tham që ti ke humbur shpëtimin se nuk e beson Perëndin. Por po them se s'kemi besim, na nuk e pranojmë. E Jezusi na ka vlerësuar dhe ka vlerësuar edhe apostujt që kishte nxënës, ka thonë ju keni shumë pak. Nëse me ata u kon pak, sa mund të jetë me neve? Do është Zoti që shpeshherë janë edhe më shumë. Aja kanë ditë apostujt sa pak kanë besim? Po. Kur ky u thot çka doni me bë, si është edhe në rastin e parë dhe dytë, me demonizumin edhe sa do të me fal qysh, atëherë u binda unë pas na pak besim. Vllai dashur, motre dashur, çka të ka bind ty deri sot që ki pak besim? Se me bo me të thonë unë ofendohesh. Me bo dhe ti me më thonë mua, edhe unë kam me të gjykua, se nashtë edhe zuzal me më thonë. Po, nuk është puna kështu kush çfarë i thot. Çfarë po vlerëson Jezusi.
Ti para Jezusit çysh e mendon? Ki apo s'ki? Ki pak apo hiç? Është më e vogël se sa kokra e sinapit, a më e madhe? Mos ke frikë kur tjetri do të thotë që në ki pak. Për çka? Eja të lutëm, deri në ki qelë tonë me thonë, vllai dashun, unë një herë u pata ballafaqua me një do, si jam një menishin do Afrikan, një shtetjet Nigeris, ishin futbolista këtu në Kosovë, që të shëmploqa me ta të doni. Dhe, erdhi një herë ata të onë dhe thanë, kemi nevojë tha me dalë në Hungari, tha, shani mirë, në ditën e mirë, shkani, jo, tha, ti dush më lutë për neve. Thash në rregull, unë po lutna. Ama tha, ti dush më lutë me besim që na me shku atje. Për herë të parë kum pas një kërkesë tillë, thash, qysh me besim? Po tha, ti e pastor, tha, ti tha, ndoshta me besim, mu lutë që na me shku anena. Edhe dyqysh, unë kur s'isha ballafaqur me diçka tillë, adin? E ti kur e thash, po mirë, për besë, nështë unë nuk kam shumë besim, po ju a keni besim? Jo, tha, na s'kena besim heq. Tha, si dana dhe i Kosovë, kanë më në zonë. Ashe, po lene vërë kitë po dhe rikë të dani që së në ploqa, edhe bojmë krelana, hajmë speca, se nuk kam besim, unë e më lutë që ju kemi shku në Hungari e kudo tjetër. Pra, shikoni të jemi të kujdesshëm kur njëri me tjetrin na flasim ky ka besim, ky s'ka besim. Kjo duhet të konë nga neve. Unë isha kënaqur me dëgjuar për cilët për vëlla motor më thonë po unë s'kam besim për çit punë. Është në rregull. Nuk është e turpshme. Të pretendojmë se kemi kjo na bën hor, se për kundërta është në rregull. E po mirë, çish do të mushtu besimi, çka do të më bë? Pali në thotë Romakëve 10:17 që besimi vjen përmes dëgjimit. Çka mundet me bëj që ky besim i vogël? Që ky besim i vogël po thotë Jezusi këtu se mundet më shkul rrënjët e manit apo malit që patëm më herë në det. Çfarë simbolizon? Çka simbolizon këtu mali apo mani apo rrënjët? Të ne mundën me simbolizuar gjithçka, mund të jenë probleme të ndryshme, ndoshta është mosfalja, ndoshta me dikën të demonizuar, po është më shumë diçka personale, nuk e di, mund të jetë një problem i joni, mund të jetë raste mungese parash, mund të jetë smundje, mund të jetë virusa, mund të jetë humbje vendit punës, mund të jetë shembje, ku më di çfarë tjetër, mund të jetë çfarë do lloj problemi para nesh, që ky është mali, që to janë rrënjët e këtina. E me besim, Zotë thotë që duhet mi shkullë dhe po ke besim mundet me kaluar. Pra na tregon që neve, ndaj nesh, si besimtar, janë malet, janë rrënjët e vështira, probleme që nuk lëvizin, menojmë që aty kanë Mehmet. Por thotë, jo, ka mundësi se qysh, pavarësisht sa janë të thella problemet, ato mund të shkojmë të shohim tutje rezultate tjera, rezultate të vërteta. Sepse, që ky besim ka fuqi, që ky besim aktiv, që ky besim që e përdor që ky del mbi rrënjët, mbi problemet, mbi malet, mbi malin e gjitha këto. Ne shpesh lutemi, themi, o Zot, ma jep atë, ma jep këtë, ma jep këtë, ma jep atë. Edhe Zoti shpeshere jep. Por kur një ditë ndodhin gjërat keq, atëherë ne prap kemi me fajsue Perëndin. Ai nuk ka pa, ai nuk e ka bë. E çfarë do të më bënë në këto situata? Po, beso, lutu. Po, shtoje besimin. Prit me besim të vërtet. Edhe prandaj edhe Jezusi na i thirr apostujt, edhe ka dhënë këtë udhëzim aty që ne jemi duke e pa. Kur miku Jezusit, i quajtur Lazar, ishte vonuar për 4 ditë Jezusi me qëllim, motrat i thanë, si kur ti të kishe kon këtu, sot Lazari nuk ishte me vdek. Jezusi çfarë u tha? Kush beson në mua nuk do vdes. Vazhdo, beso, Mari. Po, ai ka vdek që 4 ditë, i vjen era.
kush beson në mua do të rinjallet. Po ne e dim që do ketë rinjallin dhe kështu. Mari, Marta, kush beson në mua do të rinjallet. Jezusi fliste për rinjallin e Lazarit, ato me nënën për rinjallin e ditëve të fundit. Dhe Jezusi ua dëshmoj për cilin besim du të me luftua këto dy motra. Edhe Jezusi shkoj dhe i tha, Lazar, qohu së u bogati buka. Nuk i ka shgënjye Jezusi ato dy motra, pse nuk e kanë kuptua krejt që shfunksionon besimi, por i kam mësua që shme besua. Edhe ti dhe unë, do të mësojmë për gjanë. Do të mësojmë si funksionon besimi. Çka është besimi, kur thuhet? Besimi. Tash kena me pa pasazhin e dytë. Mateun, kapitulli 14, pra pasazhi i dytë kryesor, 28 deri në 32. Dhe Pietri duke u përgjigjur tha, Zot, nëse je ti, më urdhëro të vi te ti mbi ujëra. Atëherë a i tha, eja, dhe Pietri zbriti nga barka dhe eci mbi ujëra për të shkuar te Jezusi. Por duke e parë erën e fortë, pra shtrëngatën, u friksua dhe si filloi të fundoset, bërtiti duke thënë, o Zot, shpëtëm! Dhe Jezusi ja zgjati menjëherë dorën, e zuri dhe i tha, o njeri besim pak. Pse dyshove? Dhe kur hy në bark, era, pra shtrëngata, pushoi. Këtu kemi një ngjarje kur Jezusi natën, pasi që ishte lutur tër natën, shkoi, i kishte lënë dishepujt në anën e kundërt të liçenit, të detit, dhe shkoi natën të ta pa bark duke ecur mbi ujëra. Jezusi ka ecë mbi ujë. Hebrejt kanë ecur në detin se Zoti ka hapur detin. Dhe tani gjetjet arkeologjike kanë vërtetuar, kanë gjetur vendin kur është një pllak nga gurt e shkrirë, sepse të thuhet që Zoti dërgoi zjarr. Tani kanë gjetur arkeolog në një vi, jo gurt zakonshëm të vegjël, por kanë gjetur tani pllak të gurve të shkrirë dhe është gjetur e konfirmuar që këtu kanë kaluar Izraeli. E Zoti ynë, Perëndia ynë që është shfaqur në mesh, Krishti Jezus, ecë natën në detin e Galiles. Dhe afër bregut ishin apostujt, dhe e panë dhe u friksun këtu thuhet. E pastaj, këta kishin frikë se më në që është në i fantazm. E pastaj, kur Pietri thot, kush je ti, Zot? Çfarë thuhet në këtë kontekst? Ai thot, më urdhëro që të vi te ti. Më urdhëro që të vi te ti. Më urdhëro që të ecë mbi ujëra. Pietri eci mbi ujëra, eci në ujë. Jezusi eci në ujë, e nuk u fundos. Pietri eci në ujë. Kur pa frymën, shtrëngatën, kapi frika, gati u fundos, e Jezusi e kap edhe fut në bark. Çfarë kemi këtu? Këtu shohim një besim që po vepron. Një besim që është në urdhën e Jezusit. Një besim që i arrin gjanat e mbinatyrshme. A mundi me kuptuar njeriu me cilat ligje fizike mundet me ecë mbi ujë. Po Pietri e ka përjetuar këto.
Pra besimi, shikoni çfarë arrin të mbi natyrshmen. I është përgjigjur urdhrit të Krishtit edhe ai është nis. Nuk e di, be pakon ti në vend të Pjetrit ai ishte nis. Më në pak. Natën, jo i sigurt kush është, edhe më u gjue nga barka dhe me ecë. Hiç mos u habet sepse 11 tjerë nxënësat e Jezusit as nuk livritën. Vetëm Pjetri livriti. Vetëm Pjetri kërceu dhe u hodh edhe po ecë. Ja pra çfarë është një besimi natyrshëm dhe besimi i mbinatyrshëm. Besimi natyrshëm, unë jam në bark, unë jam tren, unë jam kerr, unë kam parë në bank, unë kam shtëpi, unë kam pag, unë kam gjithçka, që kjo është i natyrshmja. E mbinatyrshmja është kur hop, jashtë këtyne, me lan edhe me dal, me dal me ecë. Jo ditën, natën. Jo në rrugë të shtrume, po në ujë. Kjo është besimi gjallë. Kjo është besimi veprus. Kjo është besimi aktiv. Për që të besim ka fol Jakobi, që besimi pa vepra është i vdekur. Jo pa vepra, na menojmë me vepra të mira. Besim që kap gjanat e mbinatyrshme. Dhe kjo përshëni që është brenda neve, brenda Pjetrit, a ishte? Pa nuk është e pamonshme. Ishte brenda Pjetrit. E si nuk pas ka mundësi edhe sot me kanë brenda teje? O, është aty, është. Po çka i kena bo na? Ne e kena mytë. Na si lën me qitë krye besimit të mbinatyrshëm. Sepse logjika, racionalja, çka është e natyrshme, tuta, frika, na se lajmë, sa hera i munduat më qunë kam na, ding. Sigur bokseri lodhën. Ne dim që duhet me vepru me që të besim, ama formimi jonë, rrethana tona, gjithçka e goditin edhe ky bjen poshtë. Po qysh më rësje latë një rast bileme me fitue? Jep një që të fitoj që ky besim një herë, 2, 3, mësohu. Ball ka qenë që ti ke godit. E duke ke lanë këtë besim të mbinatyrshëm me vepru edhe me pa mja dit, lezetin edhe me pa lavdin e Perëndis që shpo funksionon. Unë nuk moj një ves me hjek nga jeta jeme. Një ves nuk po moj kam. S'kam besim. Çfarë mali është ky në ty, nuk e di çfarë mund të jetë në ndonjë varësi, çfarë të qoftë ajo që ti nuk po mujsh me hek, pse? S'kam besim. A provove ndonjëherë? Po provova po s'mujta. Po duhesh derisa ta fitosh është kjo. Nuk është e provova një herë 2 dhe s'ka hajde. Kjo nuk ndalet. Nuk ndalet asnjëherë. Pra ne përdorim besimin për gjanat të tjera e jo besimin për me kaluar gjanat e mbinatyrshme. Ky besim tregon në rastin e Pjetrit se nuk ka rëndësi me çka ti rrethohesh. Ti do të shohësh në Krishtin e jo në frikën. Sepse po pe frikën, çka do të thonë frika? Frika do me thonë që tash ti i ke lejue që frika me detyrue që ti me i fol vetë vetës. Frika nuk i flet Zotit, frika i flet vetës tane. Frika i thot vetës tane ti i vogël. Frika thot e ti zban. Frika thot e ti ki mu turpnue. Frika thot e ti i pamjaftueshëm. Frika nuk di që shki me dal me sukses ajo. Frika të kap për vetën tane. Frika nuk shikon tjetrin. Frika thot lutu për mua.
Kjo është tuta. E besimi çka thot? Është e kundërta. Besimi del. Edhe nëse korritësh sikur se Pietri nuk o gajle heq. Po ma merr mendja që kur u fundos Pietri, ata këtë tjerët ja ka nis me kish. Se bëvaki edhe na ndodh kështu me një person që ka besu diçka kështu, një bëvaki edhe ne kishim kesh ose ishim ndje. Por lavdi Zotit, ma mirë Pietri që ka dështue, por e ka provu bile hiq, a i ka ec, nja nuk e di, 10 hapa ka ec, 3 hapa i ka bon. Ka ec mi uj, e tjerë si kanë bon. E sheni sa letë është me kritiku atë që provon me besim, e na që besojmë, kjo klub është maj madhë. Ne jemi thirë me besu se cili në mënyrë personale, individuale, normal, tani edhe si kish. Vlla dhe motre dashur, kusht flet ty më shumë? Për gjanat në jetë, për gjanat vizion, për mbretnin e tina, për gjanat që ti preokuposh, kujt ja ke hap derën me fol më shumë? Apo të flet tuta më shumë, apo të flet fjala e Zotit? Kush më shumë të flet, ashtu je. Besimi nga vjen? Nga dëgjimi fjalës së Perëndis. Besimi nga vjen? Nga urdhri i Jezusit. Shko, bëje, ec, hajde. Ja çka po thot. Besimi i gjallë i ndron realitetet. Besimi i gjallë ndron çu mendojmë. Besimi i gjallë tutës jam shel gojën. Besimi i gjallë i rendit fitoret dhe i rendit gjanat që janë problem në jetën tonë nëse çfarë do qofshin. Besimi i gjallë siguron, prodhon sigurin ty, prodhon shpresë. Dhe besimi i gjallë është ai pari që flet në ty. Jo tuta. Jo tuta. Tan kohën nër tut. Tan kohën po mungon. Po herojt e besimit, çka kanë bën? A thuhet se ata i bënë këto me anë të njohurive, me anë të zbulesës, me anë të talentave? Jo! Për të tanë thuhet me anë të besimit Abrahami e ka lënë venin pa ditë ku më shkue anena. Me anë të besimit ai ka premtuar, ka besuar se do të ketë pasardhës. E na nuk e qesëm as një kam pa u vërtetuar një herë që qështu ndodh e basane na munis. E po që kjo nuk ka besim. Edhe na imi edhe ma keq se sa besimi natyrshëm. Pra, në posimin edhe ma keq se sa me paran që kemi në bank. Besimi nuk është kështu. Besimi është që ti pari e bën hapin dhe Zoti e sill mrekullin. Pse s'ka mrekulli? Sepse unë se kom bëj i pari besimin. Kur se bëj unë i pari besimin, nuk ndodh mrekullia. Por nuk varet veç për me, se Zoti është sovran dhe nuk marret veç për mos besimit tem. Të shohim pra, çka i ndodhi Pietrit me përfunduar me Pietrin. Ai Pietri me besim u nis sipas urdhit të Jezu Krishtit. Edhe eci. Njëjtë vlen për ty dhe për mua. 2. Duke e pa shtrëngatën, Pietrin e kapi frika. Se po vendosej. 3. Kur ti dhe unë jemi përpjek me besim, ne kemi një Zot që i zojmë atina bes e nuk na len në humbje. Nuk na len në humbje kur ne provojmë me besim. Edhe a veç bëdol Perëndia dhe me kesh. Edhe hera. Nuk është kështu Perëndia. Çfarë bën Jezusi me Pietrin? E kapi. Kapi nuk e la me raposht. As ti mos u tut se s'ki e me raposht. Pse se provon me besim? Edhe nëse fundosh 10-15 herë, pse se provon? Provoj dhe zini besë kur ta provosh, Zoti është afër edhe ai ka me të kap. Dhe ai është aty prapë edhe qet, hajde sikur nana me fëmijën e vogël kur ja nis me ec.
Çka keni bo ju që ishit prindër? Keni marrë fëmin, e keni qitë për para, hajde, ec, kush është ma i vogli du të na? Kiani. Dhe, Kiani e din që mrapa janë durt e nanës, babës, gjyshit, edhe në rasaj rëzohet ose lëkundet e kap. Kështu po ndodh ka me prindrit, e me fëmijët, e me Zotin nuk po ndodh, a? O besim pak. Përvoje. Pra mos ke turp kur dështon. Lutjet e tua let dalin tutje. Let i flet besimi tanë. Let i flet ky besim Zotit tanë të madh. 4. Pjetri nuk pshtoi pa u qortue. Edhe i tha, o besim pak, o ligopiste në greqisht ku ka. Hiç mos u provoni me mojt men. Pse e qortoi? E ka qortu për 2 punë. E qortoi ki besim të pakt, edhe pse dyshove. Një nga bekimet më të mëdhaja të Zotit është kur ai ty të qorton. Bekimi i madh është të lutem mos shkon në shtëpi sot pa e ditë që të punë se kur Zoti të qorton, të disiplinon, dije që është njëna nga bekimet e jetës tone. Pse? Sepse ata që ai disiplinon, çata i don. Çata i don. Edhe Pjetrin e ka qortu Jezusi. Ka thonë, besim pak, edhe ka thonë, pse dyshove? Qështë ka trajtu Jezusi këtë punë, këtë situatë, që ka ndodhë? Vargu 32 thot, era shtrëngata pushoj. Po pushojnë bre pushojnë, nuk e di pse s'pe me një vesh që të punë, në botë që është funksionon kjo jetë. Problemet nuk janë ta njetën. Vjen i problem, kryhet, beson, vjen tjetri, yes, edhe besojmë, vjen tjetri, edhe kështu është. A që ka që tu të keni për një problemja? Po qoftë edhe me vdekje, mëre. Të dalin përëndis, edhe nëse duhet të vdesim, të jemi herojnë. A menoni ju që krejt ata që i besun Zotit, i pan ato dhe i mërën ato që besun? Jo, nuk i kanë marë. Nuk i kanë marë krejt. Ama ata nuk i në korit. Kanë besue edhe ashtu kanë dhënë jetën për që të punë, vetën me qile kanë pa. Pra nuk është garancë 100% se krejti ato që i beson me qitë besim të gjallë, aktiv dhe në binatërshëm, ti mund është mi marë qitashtë. A i mori Charlie Kirk, që ka besue? Jo. Po, ne i shojmë frytet. Kanë raportue që 15% brenda 1 muaj gjitha kishat në Amerikë kanë pas rritje më të madhe në kishat e tyne që kanë vijue. Unë s'po thëmë që u po ku bedi qka, po veç një shikoni qka është marë. Kuptoje natyrën dhe perspektivën e rej përsa i përket problemit. Problemi nuk është ta në kohët. Qka tha vargu aty? Shtrëngata shkoj, edhe u botë qëtësi, edhe prap, ku këthyn? U këthyn në bark, nuk metën në deti me valzue. Jo me nda, bashku në prap u këthyn në gjanët e natyrshme. Nga problemi, për mes mbi natyrshmes, prap të natyrshmja. A i një lodh halo. Kjo gruja kur erdhi te Jezusi, me u shërue. Jezusi plas që kishte plan me shëru këtë grue. As i tha, hajde këtu. Pa jo, me besim, tha, nëse unë e preki me besim, unë kam u shërue. Shikoni? Jezusi nuk me atë grua që është marë. Kush e ka shpëtu, kush e shëroj? Jezusi tha, besimi yt, oj, bi të shëroj, besimi yt. E ai e prori, Romak, i tha, Jezus,
Qëra që ka o puna? E kam një shërbëtor të mirë që është smut, edhe ka nevoj më shërue. A mo ti s'ki nevoj më ardhisht tone? Pse? Ti veç fole një fjalë edhe a i shërohet. Jezus i tha, kur s'kum pa as në Izrael që si besimi. Shikoni pra, unë po flas për njerëzit, për rastet që një ka pas persona që e kanë manifestuar që të besimin e mbin natyrshëm, edhe Jezusi i ka vlerësuar këta persona. Pra, duhet të skadoj që kjo koha jon e një besimtarve pasiv e me tut, pak si qyqana, të tërhequn dhe pa u sprovue. Të kemi pra që thirrja është që ky besim i gjallë është brenda teje. Nuk është dikush që ti duhesh ku me ditë ku me marr, është fryma e ka thënë, leje, le të vepron ky besim. Përdore. Le të veproj me fuqi e në frymë e të dalë në dritë. Njërë që tërë që të shgënime që ne i përdorim besim, edhe që ne kemi këthyën ashta besimin ton në vlera veç morale, apo veç mësme bo keq, apo vetëm në njohuri, nuk është që besimi jonë veç në vlera morale. Nuk është besimi i krishterë vetëm sa për me ditë Biblën. është ma shumë, është kjo. Dallimi më i madh mes dhjatës së vjetër dhe dhjatës së re për temën që po flasim është kjo. Mos i bë ato gjëra që Izraeli nuk i bani. E në Jezus, po bani ato që në Jezusin bë, që ky është dallimi më i madh, se Izraeli nuk bani gjëra që Zoti i tha për me besue. E në Krishtin jemi thirrur që me imitu atë. Besimi bën të dashën me pa gjanat hala që nuk ekzistojnë. Hala që kur nuk janë në dorën tane me besim të i sheh. Janë para teje. E era shtrëngata mundet mos me i pa. Edhe kështu përmend disa raste që ky besim nuk është sikur me hangër llokuma. Nuk është që ky besim pa e pas një mal përpara. Dije që për më ngrit e me pasit besim, çdo herë ki me pas diçka përpara për më kallëzue, për me kalu malin. Pra ka një mal. Abrahami e përmend çfarë mali ka pas. Mojsiu çfarë mali ka pas për me besue Egjiptin. Elia, çfarë mali ka pas profeti Elia? Ka pas pushtetin. Izabela, Danieli, çfarë mali ka pas për paratina? Luant. Krishti, çfarë mali ka pas për para? Kryqin. Pali, çfarë mali ka pas për para? Nacionalistat hebrej. Jo, këtë bota do të më posi hebrejt. Edhe ne kemi për para malet të ndryshme. Pa pas një mal, s'ka pse me të pas që kuj besim. Po dhe kur ta ke shqit besim, dije që është përqit me kalu qit mal. Qështu funksionojnë? Se këtë nuk ka nevoj me pas një besim të mal. Për çka, le të rrenë që të le të gjinët, dhe si një 5 lirësh. Le të gjinët kur kam nevoj. Nuk është kështu. Nëse ke hequr dorë nga lutjet e tua, kërkesat e tua, edhe i zhgënjye që Zoti nuk po përgjigjet, provo prej tash tutje ndryshe. E ndryshe është kjo. Prit me besim. Prit me besim hala, se ndoshta për një ditë e ke hup. Kemi dëgjuar në Shqipëri nga Paulini. Pra, ndoshta për një ditë që s'kemi prit, kemi humbur.
Fjata e vjetër na kujton që veprimet ose mos besuse, ose një besim i rrem, i shtirur, ose besim pasiv, egoizmi që na rebelit ndryshme kanë me ndikuar te ti, kanë me ndikuar te familja jote, kanë me ndikuar te kisha, kanë me ndikuar te shteti edhe mundet këtu ketë mi shkatru që shka ndodhë me Izraelin. Prandaj kur unë besoj që kjo nuk është veç për vetën teme, po është edhe për fëmijët e mi. Dritoni ka përmend për para 2 javësh këtu rastin e afrimit, që është tani me Perëndin. Besimi ti na ka bërë që gruaja ti me pa, ja vlen që ky Krisht. Fëmijët e ti e kanë pa. E kemi pa ne që ishim me ty afër. Afrimi nuk ka besu veç për veten e vetë qatë besim, po kjo është e trashëgimi që e kanë pa edhe tjerët, edhe kushdo shumë persona tjerë. Po qështu ju lutëm besoni edhe ju për fëmijët e juj. E jo çdo gjë veç a e ki dikun të njohshëm, a e ki dikon ai person, e dini shumica e kishës kur kanë problem, më thënë ai mos e njeh dikon komun, mos e njeh dikon fakultet, mos e njeh dikon këtu, unë e njoh është e vërtet. Po hej, le ti bëjmë ndonjë gjë me besim, të ecim vet. Ecim vet, nuk shkon veç me të njohur. Pra, hyr në këto probleme dhe mos u tut. Mos u tut. Kime pa kur lexon shkrimin që nëse pra lexon shkrimin, mos e lexo veç për një huri, po lexoj edhe apo veç për ngushëllim. Po lexoje çysh mu rrit në besim. Besimi yt i mbi natyrshëm. Lëp nga Perëndia që më ushtuar që ky besimi yt për çfarë do që ti je duke u ballafaquar edhe jo veç për vete, por edhe gjanat edhe për para. Pra, veç besimi gjallë na bën me ecë mbi natyrshëm. Veç ky besim të ngritë lart me pa problemin edhe bekimit. Apo investon ti në besim mas shumë t'ja ku? Kur ki me dalë për qësaj barkës? Dëshiroj që, edhe një me përfundua që frika dije që është veç një emocion, veç një ndjenjë kundër besimit. Por në anën tjetër është edhe një frymë, është një shpirt që ngulmon sytë e tu në probleme. Pra është emocion, është edhe një shpirt i keq. Edhe që kjo frika është edhe hajnë, edhe është vjedhës, edhe qëllimi është që ty me të lanë duar kryq, mës me bë kur gjë, mës me livrit, edhe me met pa kur gjë, me met lakuriq. Sigur ata vëzhguesit që i kemi pa të numrat. Pra kur po lyp ti po thua, Zoti me ty, jo me mua. Po kur friksohesh, ti nuk e sheh as Zotin, as unë as ti. Besimi pra yt rritet nga dëgjimi. Lejo me fol ma shumë besimi e jo frika. Besimi është i marr kur nuk sheh realitetin. Ne nuk po themi që s'ka probleme, janë problemet. Po besimi gjallë është i kalon mbi këto realitete. Në fund dëshiroj me marr një karrik, a më jep dikush një karrik përpara? Një karrik të zbrazët, që mi bëjë të sene pak ma të dukshme, ma të qartë që këna folë sot. Mirë, a jeni duke e pa karrikën? U prepesheni? Karrika ekziston, që kjo është unë besoj. Unë besoj se karrika është. Unë besoj se Zoti është. Unë besoj se Jezusi është shpëtimtar është që kjo, që nuk duket, po e din, e pranon, apo nuk e sheh. Kuptoni? Tash ja ku është karrika këtu. Na po e shohim karrikën. Prej me tash varet që jo veç me thonë, shire, karrika i ka 4 kami, ka aty me ullë, këtu më mbështet. Na jemi eksperta, apo mi eksperta për karrikën. Çka është për me besue? Ama na mu ullë, ta nuk ullemi. Adin, e veç e lajmë që kështu, flasim. A vetë nuk ullemi aty. E për mu ullë, që kjo tash është me pas besim, faith. Unë ullëm.
Tash kjo është një tjetër fazë, që kjo është faith, me pas besim. Është edhe një tjetër, që jo veç me pranua që është edhe që kam lëviz më ullë ta, po unë, kur ullëm, pra që i mbështet, besim me pas besim, të më thonë më mbështet, më rahat. Edhe treta është, unë sigurohna që kjo nuk më lëshon. Unë nuk e di çka thaj, po unë pra me tretën baj që nuk më lëshon, kam siguri. E shpeshherë na flasim për karrikë e sulimi hiç, ose kur tulmi hej mos po më lëshon, apo më zen, a është e huja. Le të ngritemi në kam. Na falni që ishte më gjatë sot. Cila është lutja jonë? Lutja jonë është e shkurtër, kërkimi jonë është i shkurtër. Le të lutemi me një fjalë, o Zot, mashto besimin. A mund të themi, o Zot, mashto besimin. O Zot, mashto besimin. Besimi vjen nga dëgjimi. Zoti Jezus, falënderit për këtë kohë dhe vërtet le të bje fryma e jote e shenjtë mbi ne, edhe besimi me dalë për mirë realitetet. Besimi na mbi natyrshëm. I duam që të pëlqejmë ty kështu. Jezus, na shto besimin. Na shto besimin kur kemi frikë, kur mendojmë që s'japim me mos po metimi mangut, kur mendojmë që jemi të pamjaftueshëm, të parëndësishëm, kur ndodhin situatat jashtë kontrollit ton, kur I kemi humbë, kur do të me dorëzue, na shto besimin. Na shto besimin, me dali jashtë ajo që është rahatia jo, barka jo. Lutemi për këtë besim sot. Pendohemi sot për sa herët që nuk I kemi lejuar këtë besim me dalë, me shfaq ekzistencën e vet, kokën e vet, praninë e vet. Ti që s'ke I besim hala në Jezusin, lutu. Ti që beson Jezusin, lutu po ashtu. Shtohet besimi. Falënderit frymë I shenjtë. Amen. Gjithë nderi, gjithë pushteti, hati shenjtë të ndërojnë ty, Zoti çmuar.
kesh besim sa një kokër si në pi. Kështu dhe Zoti thot, po t'kesh besim sa një kokër si në pi.